Përshëndetje krejtëve, ditë e bukur në Alb Night Festival Norvej. Alp Royal, faleminderit shumë që janë ekipi që po e realizojnë e po e kompletojnë gjithçka për video filmim. Ky festival është organizuar nga Alba Nights këtu në Norvegji, në krye me Arietën. Jam shumë I lumtur që jam këtu, është hera e parë që bëhet një Alp Festival në Skandinavi, në Fredrikstad më saktë. Jam shumë falenderues që ka gjithë ky njeri për këtë castin që është në listën e artistave. Për mua është një eksperiencë jashtëzakonisht e bukur, të jem këtu, njerëz të mrekullueshëm, gjithandaj që kanë ardhur, kolegët. Unë veç du mi falendru për zemërsisht gjithve, jam shumë I mirënjohës që jam këtu. Du mi përshëndet sigurisht stafin krun e Alp Festival këtu në Norvegji. Dhe kam nderin dhe kënaqësinë që edhe lavi këtu me neve, në Blok Gashi, I cili udhëheq festivalin dhe po shkon fantazi deri tash. Sigurisht do zgjat deri mbrëmjen deri orët e vona. Por ne jemi këtu, arsyeja pse jemi këtu është për publikun, për shqiptarët dhe mu bë bashkë është kënaqësi mi pa gjithë ta njerëz mu bashku me një vend Norvegji, që quhet Fredrikstad, është e jashtëzakonshme. Unë vleroj ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj shumë edhe me zespres të marrë edhe vitin tjetër se ky festival të shkon këtu rrit, është veç viti I parë, kështu që shumë dashni nga unë, faleminderit që një ardhë edhe ju dua krejtë, faleminderit. Jemi shumë të kënaqur me publikun, me organizimin dhe me gjithë tjerat këtu në Skandinavi, festivali I parë shqiptar në Skandinavi. Ne kalum shumë mirë, publiku na ka prit shumë mirë. Shpresojmë që do t'i takojmë prapë sa më shpejt. Energy Band po përgatitet me koncertin e radhës, domethënë me koncertin e grupit, ku do ta kremtoj edhe 20-25 vjetorin apo 30 vjetorin e karrierës, që do të kemi rastin shumë shpejt t'i takojmë prapë mysafirët. Alba Night Festival më pëlqen shumë edhe përgëzime për eventin, na u kënaqëm shumë, publiku ishte fantastik, edhe shpresoj që do t'ju takojmë shpejt. Ciao. Përshëndetje, sot jam kënë në Alp Festival, është kënë një prijetim shumë të mirë, jemi kënaqur shumë, edhe kom kënu këngën e parë, and we had a blast. Atëherë, unë jam këtu se labi më kthej me një herë, ishte në musafir tek ne në radio edhe në Kiri për një kafe te labi, në këtë atmosferë që në ambientin këtu. Dhe falenderojmë shumë që kanë ardhur me këtë ekipin labi, edhe Blero, edhe Ledri, edhe DJ Flow 69, Zherka, etj. Edhe kjo ishte një kënaqësi e madhe sepse mi taku këta njerëz është diçka shumë e mirë, sidomos për ne në Norvegji, se nuk vijnë shpesh edhe jemi pak larg. Po çdo herë me labin jo që një kafe, po një kënaqësi shumë e madhe është me përjetu këto momente që kemi përjetu deri tani, është një kënaqësi e veçantë. Ne falenderojmë shumë edhe gëzojmë për gjithë ata që janë këtu, sidomos edhe shikuesit edhe për cilësit
e labit edhe emisionit Një kafe me labin. Përshëndetje prej meje, unë jam Mari Dorë dhe ishte kënaqësia ime të marr pjesë në një festival shqiptar që ndodh për herë të parë këtu në Norvegji. Shpresoj të ndodh dhe vitin tjetër më shumë ditë me më shumë artiste. Shpresoj prapë të marr pjesë, ka qenë një eksperiencë super e mirë. Tuta, andorda puta, dhe për borda në shtat risha shkurta, u kallën huta. Përshëndetje, unë DJ 69, përndyshës si Visar Aliu, Nifra, është e rapore në Norvegji këtu, Skandinavi. Jena në festivalin e Alba Festival, do mënë që u mojtë për herë të parë si vjetë, dhe kam me vazhdu edhe vitet tjera, po besoj. Për mu është një eksperiencë shumë e mirë, në Norvegji, është një... Ky është e blera do mënë, edhe kena më përformu do mënë tash pas pak, atmosfera shumë e mirë, kështu që është gjithçka perfekt, super, kështu që ju pres viteve tjera me ardhë, më kënaqë këtë shqiptarët bashkë, më bëhet bashkum edhe me kalu sa më mirë. Ju përshëndes DJ 69, see you there. Përshëndetje nga unë Gëzel, ka jemi këtu në Alpfest, në Fredrikstad, vina knaq jashtë mase. Blero. Jemi knaq shumë. Faleminderit, shkënaqësi. Era e parë që jam në Norvegji dhe jam knaq pa fund. Ju dua shumë. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që keni qenë sonte, unë më kënaq tepër shumë me juve, festivali i parë në Norvegji. Faleminderit krejt për energjinë. Ju dua shumë, love you. Atmosfera ke e mirë, po më e mirë që njerëz kanë ardhur dhe kanë përkrah festivalin edhe kanë nejtë edhe në shi, edhe atmosfera edhe ma që e boni pak ma të lezetshëm, atmosfera ke top. Love you guys, shime dhe jera tjera edhe ju dëshiroj sukses. Andele, ma shumë të ngosi për i pasë o mu sonde, vazhdojnë me të voqa, love.